Kjo e fundit është edhe arsyeja e këtij komunikimi me të gjithë bazën e partisë, sepse është shumë e rëndësishme që duke filluar nga antarësia e familjes sonë politike, të gjithë pa përjashtim të kenë vetdijen e plotë për momentin shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht dhe delikat që kalon sot vendi në një rrugë ku mbërritja është më afër se çka qenë ndonjëherë tjetër, po ku pavarësisht këtij fakti kilometrat e fundit janë më të vështirat. E nga fjalën për rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, që kalon përmes mbylljes së negociatave, dhe patjetër që mbyllja e negociatave është një proces sfidues, sprovues dhe shumë i vështirë. Por do thoni ju pse ku hym ne në këtë proces, sepse ky proces kryhet nga një skuadër që është e mandatuar për të negociuar në emër të Republikës së Shqipërisë, një skuadër e përbërë nga përfaqësues të pushtetit ekzekutiv dhe nga përfaqësues të institucioneve të tjera, ndërkohë që antarësia e partisë është në territorin e Republikës së Shqipërisë edhe nuk është në tryezën e negociatave. Në fakt, negociatat energjinë dhe forcën e Shqipërisë që përfaqësohet në atë tryezë e marrin nga jeta dhe realiteti i punëve të përditshme